Përshëndetje, hiri dhe paqja nga Zoti ynë dhe shpëtimtari, Jezu Krishti, i vetmi, i vërteti, ai që krijoi qejt dhe tokën, ai që u bë mish, ai që banoi mes nesh. Sot kam një mesazh të bukur nga Zoti për jetën tënde. Jam apostulli Michelangelo dhe sot do të flasim për hyjninë të Jezusit, hyjninë e Krishtit. Të gjithë jeni shumë të mirëpritur. Nga kisha jon Cristo Vivo në Rio de Janeiro, Brazil, përmes Global Grace Missions, tani jemi në 92 vende në 34 gjuhë. Mesazhi do të arrijë në gjuhën e çdo kombi të botës, por burimi i vërtet është pikërisht ky, Bibla e Shenjtë. Fjala e të gjitha fjalëve, fjala më e lartë e shenjtë, fjala e gjallë, e përjetshme dhe fuqiplot, fjala e Zotit që buron nga lart, një fjalë e vërtet që asnjëherë nuk kthehet mbrapsht e zbrazët. Pasi fjala shpallet, ajo ka qëllim, është profetike, është e shkruar, maktum, është e shkruar. Pastaj është shumë e rëndësishme për ne të kuptojmë se kush është Zoti që krijoi universin dhe kush është Zoti ynë, të cilin e adhurojmë, e lavdërojmë, i këndojmë, e bekojmë dhe e lartësojmë. Krishti është Perëndi, që do të thotë se plotësia e Perëndis banon në personin e Krishtit. Dhe ndoshta shumë, sepse ne po arrim në shumë vende, nga Rio de Janeiro, nga Brazili, për në botë, janë pyetur, kush është vërtet Jezusi? Kush është vërtet Jezusi? Sepse të gjitha kombet kanë profetët e tyre, kanë perëndit e tyre, por Bibla nga hebraishtja, fjala e fjalëve, thotë se ekziston vetëm një Zot. Gjën të kaluarën, në dhjatën e vjetër, Zoti i shpallte popullit hebre duke thënë, dëgjoni, unë jam i vetmi Zot. Pra, shumë njerëz e njohin Jezusin si mësuesin e mirë, ose si një profet, ose thjesht si një njeri të mirë. Por pyetja më e rëndësishme nuk është çfarë thon njerëzit për Jezusin, por çfarë Bibla thot, çfarë zbulon Bibla për personin e Jezu Krishtit. Tashmë e kam hapur Biblën. Në njërin nga letrat e apostullit Shën Paul, ai shkroi 14 letra për kishën jo hebrejve. Pra, për ata që nuk kanë gjak hebre në damarët e tyre. Dhe në njërën nga letrat drejtuar Kolosianëve, ai thot kështu në kapitullin 2, vargu 9, sepse në të, në Jezusin, banon trupërisht gjithë plotësia e hyjnisë. Pra, thuhet se në Jezusin banon gjithë plotësia, gjithçka që ka të bëjë me Zotin, i gjithfuqishmi, Zoti i zotrëve, Alfa, Omega, gjykatësi, avokati, bariu, shpëtimtari, shëlbuesi, rruga, e vërteta, jeta, ardhia e vërtet, ulliri i vërtet, gjithçka që ka të bëjë me plotësinë e hyjnisë, gjendet te personi i Jezusit. Pra, kjo i ndryshon të gjitha, madje edhe mënyrën tonë të lutjes ndaj Zotit, sepse shumë njerëz mendojnë se ekzistojnë 3 perëndi, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Kisha katolike ka një retorik, një rrëfim, që thotë se Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë janë një trini e shenjtë. Dhe kjo nuk është e vërtet, nuk është në Bibël, nuk është në busull, nuk është në të vërtetën e Zotit. Ajo që është e vërtetë është se Zoti u shfaq si Atë në krijim, si Bir në shpëtim dhe nga dita e rreshajeve e tutje, nëpërmjet Shpirtit Shenjtë. Pra, tani Zoti ka një trup, Jezusin, një trup fizik. Ai u bë mish, banoi mes nesh, plot hir dhe mençuri. Pra, Jezusi nuk është thjesht një i dërguar nga Zoti. Jezu Krishti është Zoti që u zbulua në formë njerëzore.
Pra, nëse Krishti është plotësia e Zotit, do të thotë që gjithçka që mund të kuptojë, të përthith, të më zbulohet për hyjninë e vetme, është Krishti. Atëherë, nëse Krishti është plotësia e Zotit, pse kaq shumë njerëz ende kërkojnë jashtë tij? Çfarë ekziston vetëm prej tij? Sot do të kuptosh kush është vërtet Krishti, plotësia. E hyjnisë, shikoje këtë letër drejtuar Kolosianëve, është e drejtë për drejtë, plotësia, në të banon gjithë plotësia e hyjnisë. Nuk është se Jezusi ishte gjysmë njeri, gjysmë Zot. Ai nuk është një pjesë hyjnore dhe një pjesë njerëzore. Ai nuk është një fragment hyjnor. Ai nuk është një përfaqësim i plotësisë. Ai është plotësia. Çfarë do thotë kjo apostu? Se gjithë natyra e Perëndis, i gjithë karakteri i Perëndis, i gjithë thelbi i Perëndis, banon në personin e Jezusit. Pra, kur shikon Krishtin, të shikosh Krishtin, do të thotë të shohish vetë Perëndin të zbuluar. Pra, nuk ekziston një Zot që fshihet pas Jezusit. Jezusi është Perëndi. Jezusi është zbulesa e plot e Perëndis. Zoti në formë njerëzuar. Bibla tregon diçka të jashtëzakonshme, sepse Bibla thotë që Zoti u bë njeri. Nuk ekziston asnjë hyjni tjetër e adhuruar nga njerëzit. Një Zot, përveç Jezusit, i cili ishte në fron, u bë mish përmes trupit të një gruaje, të Marisë, e cila ishte një inkubator për të sjellë në jetë nga fryma e shenjtë të lartësuarin. Ky është një mister i zbuluar. Ai foshnjë që ishte brenda barkut Marisë, në të vërtetë ishte vetë Zoti, ishte i lartësuari, ishte Jezusi. Pra, kjo do të thotë që i padukshmi, ai që nuk ishte trup, Zoti është shpirt, i padukshmi u bë i dukshëm. I përjetshmi, haleluja, hyri në kohë. I pafundmi, Alfa dhe Omega, ju zbulua njeriut. Në librin e Hebrejve, një letër e jashtëzakonshme e shkruar nga hebrejtë e mbetur të krishterë, ata që patën vizionin se Krishti ishte Mesia, e pranuan si Zot dhe shpëtimtar, ata që e rrëfyen, pali shkruan njërën nga letrat më të rëndësishme nga 14 letrat e tij, dhe ai thot këtu te Hebrejve, kapitulli 1, vargu 3, ai është shkëlqimi i lavdisë, ai është shprehja e saktë e qenies së tij. Shiko, është shprehja e saktë e qenies së tij. Ai mban të gjitha gjërat me fuqinë, me fjalën e fuqisë së tij. Pasi bëri pastrimin e mëkateve, u ul në djathën e madhështisë në lartësi. Pra, shiko, ai është shprehja e saktë e qenies së tij. Ai është shkëlqimi i lavdisë. Pra, tani mund të ndalosh pak dhe të fillosh të kuptosh. Tani po kupton, po merr, po kupton. Zoti po të heqë luspat nga syt, dyllin nga veshët shpirtëror, sepse po dëgjon vetë frymën e Zotit, duke thënë, Krishti nuk e përfaqëson Zotin. Ai është shprehja e saktë e Zotit. Kush e sheh Krishtin, sheh Atil. Kjo ishte një dialog mes Jezusit dhe një dishepulli, ungjilltarit Filip. Filipi, kur filloi të kuptonte se kush ishte Jezusi, i tha, Jezusi na trego Atin dhe do të na zgjidhet nyja e mendjes. Ai i tha, Filip, kaq kohë kam qenë me ju dhe nuk më keni njohur? Të partën nga veprat e mia. Unë jam në Atin, Ati është në mua. Ai sa te Gjoni, unë dhe Ati jemi një. Pra ndaj, mjaftueshmëria e Krishtit duhet të kuptohet që plotësia e hyjnisë, gjithë mjaftueshmëria është tek ai. Pra asgjë nuk ka. Dhe kur ne kuptojmë që Gjoni në librin e zbulesës, në kapitullin 4, kur ai shikoi,
pa një fron dhe tha se ishte një person, dikush i ullur në fron. A i nuk pa 3 frone, a i nuk pa trinin e shenjtë, a i pa një, Jezusin, të ullur në fron dhe tha që në djaftën e Perëndis atit, por e djafta e Perëndis atit nuk do të thotë që Perëndia kishte një dorë si e jona njerëzore. E djafta në origjinalin grek do të thotë fuqi e plot dhe autoriteti Perëndis. Ai ishte atje në djathën, në fuqinë dhe autoritetin e plot. Ai ishte shprehja e saktë. E gjithë lavdia, e gjithë nderi, e gjithë madhështia janë në personin e Jezusit. Tani do t'ju them një fakt shumë të rëndësishëm. Ne nuk kemi nevojë për plotësime shpirtërore. Ne nuk kemi nevojë për ndërmjetës njerëzor. Unë nuk kam nevojë të shkoj te një prift që ai të bëjë këtë ndërmjetësim. Krishti ishte ndërmjetësia lunë. Tani, unë kam qasje të drejt për drejt të Zotit, sepse unë kam Jezusin si Zotin dhe shpëtimtarin tim. Dhe thuhet se perdia u qa, ka një rrugë të re dhe gjallë, dhe tani ne kemi qasje drejt për drejt. Unë nuk kam nevojë të kërkoj dikujt të ndërmjetësoj për mua. Unë mund të shkoj drejt për drejt të Zotit. Pra, ne nuk kemi nevojë për rituale për të plotësuar veprën. Ne nuk kemi nevojë për ndonjë plotësim, sepse Jezusi është i plot. Nuk kam nevojë të ndez një qiri 7 ditor, nuk kam nevojë të bëj vetlëndime, të pres gjuhën, kokën, krahët, shputat e këmbëve. Nuk kam nevojë të marr hi njerëzish dhe t'i spërkas mbi vete. Vepra e tij ishte plotësisht e mjaftueshme për ne. Hiri i tij mrekullueshëm është gjithmonë i mjaftueshëm dhe prania e tij e shenjtë është gjithçka që na nevojitet. Është e mjaftueshme. Prandaj, sot mund të ndalosh së kërkuari jashtë, te një fallxore, te një lexuese dore, te gurët, te harta astrale, te leximi i dorës. Nuk ke nevojë. Sepse shumë njerëz vazhdojnë të kërkojnë përgjigje jashtë të vetme zburim që ka furnizimin. Pra, shumë njerëz kërkojnë siguri jashtë, por paqja jashtë nuk është ajo që thot Bibla. Bibla thot se plotësia e hyjnisë është në Krishtin. Kush ka Krishtin, ka gjithçka që i duhet për të jetuar. Kërkimi përfundon. Kur Krishti zbulohet, kërkimi përfundon. Zbulimi më i madh i besimit krishter është ky. Jezusi nuk është vetëm rruga, ai është Perëndia. Aleluja! Ai është plotësia e hyjnisë. Krishti nuk është pjesë e zgjidhjes. Ai është zgjidhja e plot. Tek ai nuk mungon asgjë. Davi, mbreti i dytë i Izraelit, tha: Zoti është bariu im dhe asgjë. Nuk do të më mungojë asgjë. Tani, jashtë ti nuk ka mjaftueshmëri. Gjithçka mungon. E di që shumë prej atyre që po na ndjekin në gjuhën portugeze, në 34 gjuhët me të cilat po punojmë, nuk e dinin që plotësia e Perëndis është në Krishtin, që Krishti filloi të banojë në ne përmes Shpirtit të Shenjtë. Dhe plotësia, pra nëse është plotësi, nuk ka asgjë për të shtuar, nuk ka asgjë për të shtuar më tepër. Ai që gjen, ose më saktë, ai që gjendet nëpërmjet Krishtit, ti gjen gjithçka. Pra, sot është dita për ta pranuar këtë. Sot është dita për ta pranuar këtë. Jezusi. Dhe thuaj, Jezus, ti je Perëndia im. Ti je i mjaftueshëm për mua. Të rrëfej se besoj se ti je Zoti që vdiq dhe u ringjall. Ti vizitove, ti je gjallë, ti do të kthehesh, ti je i vetmi Zot. Thuaj, unë e pres kordonin e kërfizës me botën, nuk pajtohem më me botën. Tani e kam Jezusin si Zotin dhe shpëtimtarin tim. Atëherë, e di që kur kjo ndodh, shpirti ndalon së kërkuari. Zemra qetësohet.
Jeta më në fund gjen kuptim. Ndoshta po flas me njerëz nga një kulturë shumë ndryshe nga ajo biblike. Diku në ndonjë cep të këtij bote, ne jemi në 92 kombe, në 34 gjuhë. Ka njerëz që kur nuk ishin dëgjuar se ekziston vetëm një Zot dhe se ai është Jezusi. Ndoshta ti ke njohur vetëm një fe, ke bërë të gjitha ushtrimet sakrifikuese të asaj feje dhe asgjë nuk ka ndodhur. Ti nuk e dije, sepse ishe këtu në këtë tokë, nuk e dije që ishe i Zotit, nuk e dije që Zoti ka diçka më të mirë ose kishte diçka më të mirë për jetën tënde, që ti mund ta transformosh jetën tënde. Duke praktikuar Biblën e Shenjtë, një jetë me kuptim, një jetë të bekuar, një jetë të begat. Kjo tashmë po ndodh. Pra, nëse je në lindjen e mesme, në Azi, nëse je në Evropë, në Afrikë, në kontinentin Amerikan, në Oqeani, Krishti ka ardhur tek ti. Fjala e gjallëve fuqishme ka ardhur tek ti. Dhe unë të siguroj, me dorën mbi Biblën e Shenjtë, pas asaj që dëgjove sot, kur më nuk do t'jesh i njëjti. Tani do të thuas, Krishti në mua është shpresa e lavdis. Ose do të thuash, tani nuk jam më unë që jetoj. Tani është Krishti që jeton në mua. E di, nëse e thua këtë me vetdije, do të thotë që je i shpëtuar. Je i shpëtuar. Shpëtimi në greqishten origjinale, soteria, është një çlirim. Ti del nga kthretrat e satanait në krahët e Zotit. Del nga errësira në dritën e tij të mrekullueshme. Del nga dënimi, nga mëkati, nga zemërimi, drejt një jete me hir, një jetë gëzimi, një jetë paqeje. Ti nuk e prisje këtë me siguri, sepse asnjë fe nuk mund të ofronte këtë siguri të shpëtimit. Shumë mirë, kam një ftesë për ty që je në shtetin e Rio de Janeiros, në qytetin e Rios, në bashkinë e Rios. Çdo të diel, në orën 9 të mëngjesit dhe në orën 5 të pasdites, ne mblidhemi për të festuar ditën e ringjalljes, për të festuar Jezusin. Drejtori ynë do të vendos një pamje të brendshme të kishës, një pamje të jashtme që ti të njohës për masat e këtij ministrie të Zotit. Dhe ne kemi numra telefoni kontakti. Katedralja ndodhet në rruga Marica 320 në lagjen Campinho, në zonën perëndimore të Rio de Janeiros. Ne kemi madje edhe një telefon fiks. Është 02-300-79090. Mund të na kontaktoni, kemi peshkope, këshilltare që do t'ju ndihmojnë shumë. Por thelbi është të jesh në shtëpinë e Atit. Ndoshta je edhe një ungjillor, ndoshta je një person me bazat krishtera, por nuk i njeh të vërtetën. Të vërtetën ta tregova sot që Krishti është Zot. Do doja shumë që të mos mashtrohesh më, që të mos i nënshtrohesh më asnjë frymë mësimi që nuk është realiteti, e vërteta hiri i Zotit dhe që të vish te Krishti i gjallë. Këtu në katedralen tonë të dielave 9 mëngjesit, 5 pasdites, rruga Marica 320. Mund ta vendosësh në GPS-in tënd, në Google dhe t'jesh me ne. Dua t'i drejtohem në këtë sumë. Dua t'i drejtohem ty që je këtu në Brazil, je një profesionist i lirë, një ekzekutiv, je një yll, je një person i lidhur me sportin, dikush i lidhur me jetën e biznesit, jetën bankare, kineman, pra politikën. Zoti më bëri të vi deri te ti për të nxjerrë nga errësira, nga burgu shpirtëror, që të jetosh krishterimin e vërtet ashtu siç duhet. Dhe nuk ka rëndësi kush është njeriu që i nënshtrohet Jezusit. Ai e bën këtë sepse ai e ka paracaktuar për shpëtim. Eja t'jesh me ne, na kontakto dhe dua ta përfundoj programin ton sotëm. Dua të falenderoj ekipin tim të televizionit që më ka shoqëruar prej kaq vitesh
me dashuri, por edhe shumë profesionalist, si dhe ekipin ton të mediave sociale. Dua të falenderoj popullin e kishës, Krishti jeton, që jepet për këtë shërbes, që investon në shërbes. Dua të falenderoj shumë Zotin, ata njerëz nga ana tjetër që dëgjuan dhe thanë, wow, më në fund dëgjova Zotin. Ka një njerit Zotit në këtë qytet, ka një komunikues nga qielli dhe ata dëshirojnë të më ndihmojnë të çoj fjalën e Zotit në botë. Ne kemi një projekt, jemi në 34 gjuhë dhe synojmë të arrijmë në 73, që është maksimumi që na lejon platforma, për të çuar 73 gjuhë në 192 vende. Kjo kërkon adhurim, kosto shumë të larta, kërkon ekip, kërkon punë, pajisje. Dhe e di që nga ana tjetër ka njerëz që thonë, njerëz, kam shërbyer aq shumë djallit, kam shërbyer aq shumë botës, tani do të jem krah për krah me këtë apostull. Falenderoj nga thellësia e zemrës familjen Rodrigo Ambrosi dhe Fabiana Ambrosi nga tregjet Turbomil, Gjilemil Meskita. Të ushqehesh mirë do të thotë të bësh pazar te Turbomil, një partner i kësaj ministrie për shumë vite, që bashkëpunon për të përhapur lajmin. Faleminderit Rodrigo, faleminderit Fabiana. Mirënjohja ime për mikun tim Renato Villarinho dhe Claudia Richer dhe familjen e tyre dashur nga Zinzane jon. Zinzane është një kompani me rrënjë shpirtërore në besim dhe është një simbol i veshjes së mirë. Ata që veshin Zinzane vishën mirë dhe dua të falenderoj këtë çift dhe familjen e tyre, të cilët na kanë dashur kaq shumë për më shumë se 30 vjet dhe që investojnë në projekt. Që fjala të rrjedh, fjala nuk është e prangosur, fjala duhet të rrjedh. Dhe ne jemi në të gjitha rrjetet sociale, jemi në platformat e inteligjencës artificiale, në shërbesa, në letërsi, kemi libra, 330 libra, kemi libra në portugalisht, spanjisht, anglisht, italisht, gjermanisht. Kemi një forcë shumë të madhe të ungjillëzimit dhe këtë e duam shumë. Dua të falenderoj të gjithë ata që ndeshmërisht, sinqerisht dhe me përullësi qëndrojnë krah këtij apostullit të shenjtë për të çuar fjalën e Zotit në botë. Më lejoni të sqaroj se kur them i shenjtë, apostull, i referohem një shërbese. Si njeri, unë jam më i vogli apostujve dhe nuk jam i denjtë të quhem apostull. Por për Zotin ka një thirrje, ka një rrugë dhe ka një zë që thotë, kjo është rruga. Faleminderit shumë për nderin, faleminderit për prestigjin dhe mos harroni, Zoti, i vetmi Zot, ka një emër. Zoti Jezu Krisht. Hir dhe paqe për lavdina Zotit. Deri në takimin ton të radhës.